Korça ka përmbyllur me sukses një prej aktiviteteve më të veçanta muzikore të këtij viti, Airbeat Festival, Lulu Fest, një ngjarje që bashkoi artistë, orkestra frymore dhe publikun e apasionuar pas muzikës në disa ditë plot energji, art dhe emocione. Në ditën e fundit të festivalit, atmosfera muzikore u kurorëzua me një koncert të veçantë në galerinë digjitale, ku performoi kuinteti i njohur i orkestrës së Selanikut, së bashku me artistët shqiptar, duke sjellë një dialog të rrallë kulturor mes artistëve grek dhe shqiptar. Për ne artistët, muzika është një gjuhë e përbashkët, ndaj nuk kemi problem në komunikimin me artistët që vijnë nga shtetet e tjera. Na pëlqen të interpretojmë me kolegë të tjerë të cilët ne, mbi të gjitha i quajmë miq. Sot interpretuam disa pjesë të kompozuara nga kompozitorë të mirënjohur grek, si Haxhidakis dhe Theodorakis, dhe gjithashtu edhe disa pjesë të kompozitorëve shqiptar, të cilat i kemi miksuar me kolegët shqiptar. Bashkëpunimi nuk ishte i vështirë, pasi unë personalisht gjej elemente përbashkët mes nesh në aspektin artistik. Kjo pasi jetojmë kaq afër dhe ndër vite kemi shkëmbyer eksperjenca e ide të përbashkëta. Tingujt e instrumenteve frymore krijuan një harmoni të fuqishme që u duar trokit gjatë nga publiku i Korçës. Me mbylljen e këtij festivali, Korça dëshmon se muzika frymore dhe arti i bashkuar përtej kufive mbeten ura të forta që lidhin njerëzit përmes emocioneve dhe harmonisë.